Këshillit Prokurorit të Kosovës. Dhe unë besoj që kjo e ka vënë në një situatë të palakmueshme futbollin aktual të Kosovës, edhe jo kemi pas që ka filluar një lutë e brendshme për pushtet në Prokurimin e Kosovës, vend që t'jetë betejë për shtet për ndërprimin në Kosovë. Kohë të fundit, ata që kemi mundur ta ndihni zhvillimin të Këshillit Prokurorit të Kosovës, praktikisht ato dinë që do të ndryshojnë gjërat. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse bëhet shumë të egrë edhe në raport me një tjetrin ku organizojnë shkarkimet paligjshme, por çështjet ato shkojnë në gjykatën e apelit edhe në Suprem atje. Unë besoj që në ligjin tonë për Këshillin Prokurorit të Kosovës në mos të madhe rregullohet çështja, por kurse ja shtojmë edhe vetimin që duhet të bëhet në mirën anë dhe byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme do të ketë drejtësi edhe në Kosovë për të gjithë qytetarët e saj. Byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është sulmuar shumë, por sulmuar prej atyre që, siç thotë populli ynë, e kanë nisur në kaput. Ne nuk kemi asgjë kundër pasurve, ne nuk kemi asgjë kundër pasurimit, dhe ne nuk kemi asgjë kundër pasurisë. Vetëm se ata të cilët janë pasuruar në mënyrë enorme në Kosovën e varfër pas luftës, edhe para luftës, do duhet të jenë në gjerën e territoriale të pasurisë. Ne nuk ju themi qytetarëve që kështu është mënyra që jeni pasuruar ju, por disa njerëzve që janë në pozitat e larta, që kanë pasuri shumë, kishte qenë mirë me na kallëzuar të tëmbë që janë pasur. Te këta oligarkët do të bie barra e provës që ta dëshmojnë përputhjen e pasurimit të tyre me përfitimet e të ardhur të tyre. Nëse i ke të ardhur më pak se 1.000 euro e je multimilioner, për vesë është normale me të kyçë shqipore. Që i bojnë në të tjera nësë dy mërime a dy puna, e mos mërime qenë ta marë as klase mesme. E dikush tjetër krejt e dini që ka qenë as klase mesme, por ta shtuketina në vetë sa pare ka, as i posë në është bo, kjo shoqëri në mund të atërë. Është domosdoshme të kemi sundim të ligjit edhe transparencë të procesit të pasurimit. Në Britaninë e Madhe konsiderohet rast civil çështje barës së provës tek dikush që duhet ta dëshmojë pasurinë e vet. Paprikën e çokoladave ka. Ne na duhet që gjithashtu të ngrisin kapacitetet në sistemin të drejtësisë. Në këtë aspekt, ashtu që shqiptojnë profesorët shqiptarë që jenë në Norvegji, për shembull, vinë edhe të kyçen në Universitetin e Prishtinës. Kemi nevojë edhe avokatët, juristë që janë shqiptarë këtu në Norvegji, të mund të kyçen një ditë në sistemin e drejtësisë.